takimin e parë, ku e një shku të zoti Kurti, keni thonë, ose bëjmë marrëveshje për bashkëqeverisje, ose bëjmë marrëveshje ose bëjmë konsenzus. Pra, edhe ju e keni kërku bashkëqeverisjen. Kur se kena përmend fjalën bashkëqeverisjes, diku e keni dëgju. Marrëveshja klasike që është ta nxjerrë Ramaboja për Oxfordit në ChatGPT. Tash ju mundi na mundu me rrajt njëri tjetrin sy që du. Jo veç rrajt, veç me qenë cakt. Edhe na mundu, po veç ka dalë se për çato që po akuzoni Albini, po mënoni mi përsërit këtu. Edhe tani nuk dini opozitë reale. Po ju i keni ofru keni kërku ose që bashkëqeverisje, a është ashtu edhe? Se në ashtë termi së është i saktë. Marrëveshje klasike. Për bashkëqeverisje, ose marrëveshje për konsenzus për presidentin. Konsenzus plot për presidentin. Për presidentin. Si u bë, se tash më prapë për thëmë. Qa këmë Albini, thëmë kur vjen Albini, nëse në debat. Po qa, po du me debatu me juve. Si përgjigjen këtë punë, pse në fund e refuzut? Një gjë të tillë. Pse po ashtu? Kur se qutë, tamam emin e zonjës Osmani. A don më të përgjigj? Po, faleminderit. Qitojem pak a shumë, si tema diskutimi. Pikspari, thelbësisht, para se me fol për që po i thu ti bashkëqeverisje, na marrëveshje politike, më që është një diçka shumë më fundamentale se kjo. Na kemi kërku me bisedu për proces. Kemi kërku me bisedu për diçka që është për mendimin ton, edhe temin personal, më e rëndësishme se kjo që po i thu ti. Proces, dhe më thonë, të kemi mirë kuptim për gjana që më thelpsore në mbarvajtje të shtetit. Për shembull? Si kemi mu dakordu që krye prokurori me qenë person i pa kapun politikisht? Si kemi mu dakordu që AKI-ja me qenë e pastër? Si kemi mu dakordu që politika jashtë me qenë... studio televizive, as deklarata për shtyp si keni thonë? Po ti thëm tash ty live, po më duke se diku. Ja tash, kur që kjo është kompetenca kur dalë mas 3 muj në studio televizive, dhe thoma, ti qa ku më thonë atër? Se si thotë që ta 3 muj? Të dëgjova... Në intervist. Kur në intervist pas njerë zyrtarisht të thonë. Astrid. Në intervist po besoj që zyrtarisht e ka thonë. Jo, s'ka thonë as pas konvenca është pas kur nuk u bo kontekst. A jetu bisedu me mu? Po. Këto i kemi thoni shumë herë. Jo, nashta i keni përshpërit, po mi thonë si ke thonë se shtetori Kosovës s'ja u ka një kur. Kompetencat e presidentit... Jo, nashta mi përshpërit ose në vetë me Albini keni folë, nashta. Kompetencat e presidentit e dinë cilat janë. Po nuk e di që keni folë 2 orë me Albini, po shtetori Kosovës si ka një këto sene. Nëse një parti politike... E ju tash... Nëse një parti politike... Mëse s'gjuj ka poka. Nuk e gjujta e preka, ka pokin, kam drejt me preka poki, ja, me dashtë e gjuj, me dashtë... Ja, gjuj nuk o, mirë ju ti së. E vërtit. Nëse një kremini... Jo, ka poki është veç jam. A, ne, falë të kofë veç mu se gjuj. Osa më sta gjuj me të. Se falë të kofë ka poka, ta e për kami. Nëse një parti politike e mban qeverin, edhe ka shumicën në parlament, e cila ju ka dhonë me vot, është e vërtit. Se paku qka ish dash me pas, me një shtet, që më urujt institucionet, pavarësia, po them institucionale ati shtetit. Kushtetueshmëria është presidenti mos me qeni asaj partije politike. Këto besoj pajtosh edhe ti. Jo në pajtona, po që këmë dëgju për juve. Për të mirë t'i veni. Edhe kompetencat e presidentit besoj që i din. Shumë ma mirë se onë besoj. Jo ma që di ma mirë se ti ashtë, dashta sot të sepse e ma gjatë se onë sepse e ma gjatë se onë. Një faqe 2. Qajo që e thashën e ma erët, është pikrisht qajo. Ne kemi kërkut biseduat për proces. Gjithashtu kemi kërkut biseduat për gjana që në gjithashtu të rëndësishme. Të jenë gjykatat, pakapuna, bordet, të ketë ramje ose largim polarizimit ma shoqëror, a është një prezident i tillë që e përfaqëson komplet spektrin politik, gjana të tilla. Por çka kemi ndëgjuar në anën tjetër është dërgomi emrat.